Pra më analizë Mirfield, nëse do jetë lirë dhe Ministra e Financave, tulemi dhe t'ja shpjegoj më analizë me profit and loss statement, që ta shohim që është biznesi është me humbje, nëse ne pretendojmë. Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skem të dyshuar mashtrimi me rimbursime të barnave, ku dyshohet se janë përfituar mbi 700.000 euro nga fondi i sigurimeve të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Në qendër të hetimeve është kompania CFO Pharma. Në pronësi të biznesmenit Nadir Causholli si dhe 2 shoqëri të tjera që dyshohen se janë përdorur si fasad. Do dëshminë e saj Alba Zylfo, pronare në letër e Pharma Plus, deklaron se nuk di asgjë për mënyrën se si operonte kompania e saj. Ajo thotë se nuk ka dieni për gjengjen e barnave, për qiramën e ambienteve dhe as për kontratën me FSDKSH. Dhe pse kompania rezulton të ketë përfituar rimbursime të konsiderueshme. Zylfo dhe bashkëpunëtori i saj, Frigul Milla, rezultojnë pjesë e një grupi prej të patën 8 personash të dyshuar. Ndaj saj është vendosur masa detyrim paraqitje, ndërsa bashorti është padur në kërkim me vendim arrest me burg. Personazhet të tjerë janë Jona Berberi dhe Lorena Ballabani, punonjëse në CFO Pharma. Ballabani figuron si pronare e kompanisë tjetër të përfshirë në skem Nedix Albania, por gjatë deklarimeve ajo pranon se kompania është krijuar nga strukturat e CFO Pharma dhe se ajo vetë ka pasur një rol thjesht formal. Sipas hetimeve, kompania Pharma Plus dhe Nedix Albania kanë kryer shitje fiktive të barmave Foster dhe Trimbo, duke marrë rimbursime të mëdha, ndonse këto produkte nuk i ka pasur asnjëherë në inventar. Ekskluziviteti i tyre në Shqipëri përkiste një kompanie tjetër e cila ngriti kallëzim. Ndërkohë masa sigurie arrest me burg është vendosur dhe për ish drejtorin e Fondit të Kujdesit Shëndetësor, Spartak Zekja, ndërsa 3 zyrtarë të tjerë janë pesulluar nga detyra. Hetimet vijojnë për disa vepra penale përfshirë falsifikim dokumentash dhe fshehje të ardhurash. Nadir Causholli, konsideruar përfektuesi kryesor, mbetet ende jashtë fokusit të drejtpërdrejtë të masave të prokurorisë.